Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ndërsa në fundit fillum mi marë foljet e llojit tret të kapitullit parë, pra që janë qiyas, që e ndjekin një parim apo një rregull në zgjedhimin e tyre. E thamë këto folje quhen mudaf, mutaaddi. مضاف متعد مضاعف متعد pra nëse në folje është mudaf mutaaddin, atëherë ajo gjithmonë i takon kapitullit dytë, në kapitullit parë. Do të thonë që është ala wazni fa'ala yaf'ulu, që mudarin e ka yaf'ulu. Kjo pra është vetëm kur është mudaf mutaaddin, nga se ka folje që janë mudaf që s'janë mutaaddin. Ka jo mutaaddin që është që janë lazim. Do të thonë që mos kesh nuk janë këto foljet që i takojnë këtij kapitulli mudaf mutaaddin. Disa janë mutaaddin, disa janë lazim. Ato që janë mutaaddin janë yaf'ulu gjithmonë. Kjo është rregull. E da inshallah kena dersat e ardhshme kena marrë edhe kapitullin e dytë ose tretën kur nuk janë mutaaddin. E sot inshallah ç'është kena thonë, kena me zgjedhu foljen sabba në madi. Zgjedhimi i sabba në madi. Madin. Kena thonë kur të zgjedhojna gjatë zgjedhimit këto dy shkronjat që kanë shadde, pra që janë të bashkuar me votshkrime, nga njëherë shkrihen e nga njëherë nuk shkrihen. Tash kena më mësu kur shkrihen edhe kur jo. Ne kemi shpjeguar dersën e kaluar që në përgjithësi, pra parimisht kur nuk shkrihen janë të mutekellim, po të folsi, të mukhatab krejt, edhe të njana prej gajb, e që ka qenë kur ishtohet nunul idafe, vërtet kur nunul inathe, nunja femrores kur ishtohet, pra të hunne fa'alna, kur ishtohet nunul idafe. Mirë, e para është fa'altu. Fa'altu është mutekellim, këtu nuk shkrihen, mirë po ndahen. Edhe thu sebebtu. Qa do me thonë sebe? Qa këmi thonë? Me sha, po. E ka sha, e ka malku, në varet që e përdo. Sibabul muslimi, fisk. Me sha muslimanin është fisk. Wa qitaluhu kufr. Kurse me luftu musliman është kufr. Hadithi pejgamberit. Qital e lën me luftu me vrah. Me luftu. Me vrah është qatluhu. Qitaluhu është me luftu. Me shpall luftë, domethënë. Me shpall luftë muslimanit ka thënë se është kufr. A me shah ose me mallku është fisk. Pra në këtë rast ndahet sebebna. فعلنا سببنا kjo متكلم pastaj po تفضل pastaj është mukhatab s'pare e marrën fa'alta
Fa'alte. Edhe këtu ndahet, sebebte. Fa'alti. A do në bashkë të ija të paska hik tasti. Të oja ti. Të ija arabisht të kesrë. Po. Sebebti. Fa'altuma. سببتما. هذا فعلتم سببتم. Pastaj fa'altunna. Jo femra keni bo. Sebebtunna. فعلتن سببتن. لماذا سببتن për shembull. Pastaj vjen ghaib, në cilën do të shkrihet. Po dy shkronja që janë identike shkrihen njëra tjetrën, edhe caktohet shadde përveç një rasti. Pra në ghaib krejt shkrihet përveç një rasti. Pra e para është huwa sabba. Fa'ala fa'ala سب. هي فعلت سبت. نعم. نعم. هما فعلا. هما مذكر. فعلا سبا. سبا. هذا هما مؤنث. فعلتا سبتا. Pa përshojnë që këto po shkrinë krejt. Pastaj hum fa'alu sabbu. Sabbu. Tash vjen preashtimi. Pra, e vetmi rast që preashtohet për ghaib, ku dohet munda, jo më shkri, është hunne fa'alne. Kur i shtohet nunul inathe. Fa'alne sebebne. سببنا.
Rregulla këtë që këto dohen kur ai është me hareke damiri, ja? Ky far po damiri. Po, kur është me hareke. Damiri kur është me hareke këto duhet të dosës shqipohet mirë sigurisht. Po të? Se ne, më thonë. Po, kur është dam, jo, është parim, nëse damir mutaharrik. Do të më shit Është sukun. do të më shit sukunin lam. Do na nuk mundesh me dy sukun. Po. Po mundu më ja bëj kështu. Me ngjyrë. Më shumë e klip. Ja. Deri që to. Hajde me të kuqe. Deri që to janë të pashkrira. Ndome. Edhe që kjo. Po. Është parimi. Nëse janë dy shkronja identike, e para është me sukun. E dyta nuk është. Atëherë e para shkrihet në dytë. Këto janë të shkrira. Këto realisht i bën. Për shkrujna. Lemul kelime me sukun, këto duhet mu do. Për ndryshe. Po. Kur ka damir raf mutaharrik, me harake, do. Me sukun. Po. Edhe në çat rast. Do. Kur nuk ka, atëherë tash të vjen kur nuk ka, kena marrë më herët. Nëse është njëra për huruf e lilla, atëherë zbat me sukun. Që është kena marrë më herët. Në këtë rast. Po. Mirë, për bojnë të pashkrira, të pashkrira, a, dardon. Sarë që po vikani, diçka pi mungan që t'i laptopit. Të pashkrira janë qëto me të kuqe. Të shkrira janë qëto me të kaltër. Po në si me ka këto kjo baza të lamin, është në parim, këna thonë, nëse i pashkangjit e foljes damir raf mutaharrik, atër lamul kelime bëhet me sukun. Këto do të mundo. Nëse nuk e ka mutaharrik, atër do të nuk bëhet me sukun edhe këto bashkohen. Tash e morëm, inshallah, për shkakun të sebeptu, që është kemi ardhur i këto, dhe pse s'ka diçka din, po i marëm, inshallah, për shkak të po sebeptu. Spari Ky do valën që më e sa të tjerë. ma e letë është, po, ma e letë. E sjellën faul kelime. Që është sin. Dhe ja japim asaj ja fatha. Fa Kjo është dhe që dhënë, në dhe jo. po, si përsëritje në tjetë. Atë të kina bosh, tha. E sjellim ainul kelime, që është ba e pare, baja e pare. Dhe ja japim asaj një fatha gjithashtu. Fa'a
se be. Fa'a sabbe. E sjellim lamul kelime që është baja e dytë. Dhe ja japim asaj një sukun. Sukun. فعل سبب فعل سبب edhe shtojmë ta ul fa'il. E shtojmë ta ul fa'il. Ose që shuhet kjo ta ul fa'il damir raf mutaharrik, ose kemi thënë se nuk mundesh vjen shtirë veç thojna damir mutaharrik. سببت. ليس سباري فعلت. سببت فعلت. نعم. Dhe kështu veprojna njëjt me çdo fole e cila është e bashkangjitur me një damir që ka harake. Nëse është damir raf mutaharrik ose damirun mutaharrik, atëherë veprojna në këtë mënyrë. Pra e ndajna. Mirë. Pra themi, pa edhe njëra përsëritim parimin, parimisht, kjo është, pra kjo rregull, kur lamul kelime është e heshtur. Sepse ne kemi thënë më herët se kur t'ja bashkangjetësh një damir raf ose një damir mutaharrik, damir mutaharrik madit lamul kelime automatikisht bëhet e heshtur. Damirun mutaharrikun. Mutaharrik me haraka. Pra që s'ka sukun. Pastaj themi edhe kur do që kjo ndodh, dhe kur do që kjo ndodh, atëherë ne nuk e shkrim, ose shkrim shkronjat identike. Nuk e shkrim. Pra, e ndajmë. Nuk e bashkojmë, nuk e shkrim. Pra, damir mutaharrik çka paraqet? Ose kanë e pasqyron ose shpreh e vepruesin. Fa'il.
Pra me këtë kemi për qëllim ose dëshirojna një damir I cili direkt është I ngjitur me foljen dhe ka një harake. Direkt është I ngjitur me foljen është ka harake. Ose damirat e dine që ndohen damir munfasil, damair munfasile dhe muttasile. Këto janë muttasile, pra që ngjiten. Që ngjiten me foljen direkt dhe ka harake. Do gjithmonë prej tash e tutje mund s'përdoret inshallah, s'kem nevojë të përdor fjalën damiri me harake, po veç I thonë mutaharrik. Kështu që e dini që el mutaharrik do të thotë me harake. Munfasilun janë të anti. Po, munfasilin vjen para emrave. El mutaharrik gjithsesi çfarë do të thonë? El mutaharrik gjithsesi ta dini çfarë do të thonë? Gjithsesi, kjo që ka harake është këse? Po teknikisht. Harake, çfarë? Ja. Ai është harake. Kjo I ka dhe në shkollë më shumë. Harake, ja? E ka kafin, po. Ajo është harara. Bazën e ka, harrën. Kjo është harak, Po ka ta mënjë si mu të andin po. E kjo një me të shto... Mutaharrik, po, fal. Më thonë qëto, kur jenë me të shdida qëto, to hënes këna mi mësua, po? Mutaharrik, për shumë, qëto, kjo harake është, ato shumë janë të basë, të është ne kena bu një të shdida. Po, I mësojnë, po. Ka ala, inshallah. Ai është niveli 2. Gjithsesi do të thotë, do në këto llojet e foljes që I fjalën. Kur I shtohen, që I shtohen shonjat e foljes. Gjëja e cila është duke lëvizur. Haraka është lëvizje. Për shembull, harakiyun kush quhen? Quhet që lëviz çfarë harake. Harake, po. Lëviz. Harakiyun kush janë? Janë këto gjemate që thirrën më shumë, me bërë revolucione me bërë. Pse quhen harakiyun që ata gjithmonë thonë do të më lëviz, mos më nejt. Pasiv, do të më kanë aktiv. Kurse teknikisht do thotë shkronja që ka harake. Që ka një harake. Ose e cila ka një harake. Që ata harekate quhen se lëviz gjuha gjatë shqiptimit. Mirë, kemi thonë edhe më herët që nuk do të më habit ta utanith as-sakina as-sakinatu nuk është një damir. Musabit. Nuk është një damir. Ta o tenis nuk është damir. Sa është thjesht e kallëzon që është u folë për një femë. Faalet nuk është damir. Kështu që këto, kur vjen inshallah në termin analiza, nuk bën me analizu si damir. Sakin e me sukun. Mutaharrik është me harake, e sakin me sukun. Po pse var sakin e to për shkak se fshonjat në arabisht janë femërore. Ta, por që ata e sakin e to, a i kujtohet natë dhe me nuuti që i në mëson. Natë dhe me nuuti, që do më thonë? Nahu që i në mëson. Cilësia dhe i cilësumi. Që kjo e sakin e to nuk është cilësia të enithit, po është cilësi e ta. Ta u të enithi, për që ata ardhë e sakin e to.
nuk ka me kesra, te sakinati. Lase nuk është cilësi e tenisit, po është cilësi e ta u. Ta u ka dome Qa të nisi? femërore. Qa është Feminizim. në analizë. Në analizë është mudaf ilej. Mudaf ilej. A kështu krejt në analizë ta u tenith është mubtada e sakin është khabar. E heshtër, është khabar. Analizë. Kjo është shumë sekine. Sekine, Qetësia. po, pi sakine. Nuk është një ajet, diçka që Allah ka zbrit Wa i besimtar. anzala sakinatahu alayhi. Wa ala al-mu'minina. E ka zbrit qetësinë e tij mbi pejgamberin, sa son mbi të dhe mbi Kjo nuk besimtarët. më ta kurrë kjo. Nuk është një luftë ka Kjo zbrit qetësi. kjo ka në Bejat u Ridwan. Nëse me shpa. Ajeti. Në kësër po në Khandak. Nëse zgaboj. Ku? Në Hendek, betejën e Hendekut. Anzala sakinatahu alayhi. Po në Hendek. Ja, në Hendek, wa arsala junudan lam tarawha. Edhe ka dërguar Allah ushtri që si keni pa ju. Po në ka dërguar erën, ja ka shim ato zjarrin këtë mushrikëve, ja ka çuar ato tendat që i kanë pas tendat që i kanë pas janë çu kret. Ja s'kan mujt më najt e unik. Hendek po. Kjo është sura në Ahzab që ka. Do të thonë sekine ka lidhje me çto, Po, me sukun. E sukun. heshtur tash E qetë, e heshtur, tonë që s'lviz. Që ata pse quhet sakin shkronja se nuk lviz gjuan to. Rren. S'ka kur fal lvizje gjuan. e këtë Po, lëviz. këto lëviz, po. Sekina është qetësia, po. Pse mirë hacë. Pse sekina jo sakina? Pse vjen sekine, po. Kjo Ndoshta është në belagë është më shumë. Jo, as nuk është nahv, as në sarf, është në belagë është. Allah la mirë, po kjo mund me kanë i thonë sife mushabbaha. Që po dojnë me kallëzu diçka shumë, për një fjala të vinë që si forma. Allah la mundet me kanë që dhe me. Pra të sebeb na, veprojnë ajnoj sikur të sebeb tu. Kur farë ndryshime, s'ka veç që ashtojnë na. Da mirin tjetër na. Edhe këtu nuk e shkrina, pra ndojmë, se selamul kelime është e heshtur, apo, po thejnë pse ndojna, se selamul kelime është e heshtur. Apo mund është me thonë gjithashtu, se folja është e ngjitur e lidhur me një damir mutaharrik. Dyjat mund është më përgjigj. Dyjat mund është më përgjigj. Tash mund i kthejmë edhe një herë folja se kena marrë dersën e kaluar që është sananna. Sananna, pra si përsëritje. Për ata dhe mos se bëno përsëritje në fillim. Sananna. Sananna. Bozën e ka që sananna. Po, ja. Sananna ne, fa'alna. Bazën e ka sanna. Qa është sanna? Qa kemi thonë? Me ndjek një rrugë. Jo me më rrugë, po me ndjek një rrugë caktume, një drejtim. Po, sanna, po. Sanna, pra bazën e ka sanana. Sanana. Këtu lamul kelime është nuni i dytë. Edhe nëse dëshirojmë me sjell në feshorën fa'alna, atër do të me vepru vhapat vijus. Të ndallon për sebebna. E se në tjetë si përsëriti, inshallah. Mos edhe vëndajti sukon. E sjellim fa'ul kelime, që është sin. Dhe ja japim asaj një fetha, si zakonisht.
Kjo mund të kenë për shumë se po. Po, fealna. Ai keni mësu këto zgjedhimet që shbohen, madhe dhe mudari, përmend që kena thonë të të mësu. Fealtu, fealna, fealte, fealti, fealtuma, fealtunne, fealtum, fealtunne. Po. Edhe në mudari i mësani. Këto mësohen edhe kështu gradualisht, po është mirë mi mësu kështu tamam, me ran. Asfari mutakellim, pastaj mukhatab, pastaj në fund ghaib. E sjellim ainul kelime. Fa'a. Po dhe ainul kelime që është që është nuni i parë. Jo se po na ndron numrat tani. Po pe bën pe 5, 6, 7, 8 kështu, nuk pe bën pinisht. Se di pse. Dhe ja japim asaj një fetha. Fa'a sanna. E sjellim lamul kelime që është nuni i dytë. Dhe ja japim asaj një sukun, sepse ajo është e ngjitur që është më nalt me një damir mutaharrik, pra që ka haraka. Yarhamukallah. Fa'al sanan. Sanan. Edhe shtojmë damirin mutaharrik. Që këtë rast është në e shtojmë në që është damir mutaharrik. Na, që është damir mutaharrik. Fa'alna, këto që është bëhet e bona ma shumë. Po, që ashtu vjen në fillim. Tani i shkrina. Vin 3 këse 3 nuna, një mas një. I bone 4 ti. Po? Sanenna. Mirë. Tash është parimi që e kemi mësu në manalt. është një parim që thot, pra, që e kemi mësu. Për ta shkrir, shkronja e parë do të jetë sakin. Sakin, kështu që po dihet, sakin me sukun. Kurse shkronja e dytë, pra fjala është e shkronjat që janë të njëjta, identike. Dohet të jetë mutaharrik. Tani na mundu me vrejtë që të senen na dy nunat e fundit. Pra nuni i parë është
lamul kelime. Kurse nuni i dytë është damir, na. Po dy nunat e fundit, i pari është sakin, kurse i dyti është mutaharrik. Sakin edhe i dyti është mutaharrik. Kështu që çfarë bëjnë në këtë rast, pra sipas rregullit e shkrina. Pra këto është parimi, do është i zbatueshëm, edhe shkrina nunin që është lamul kelime në nunin e damirit. Përderisa është sakin, kurse i dytë mutaharrik, atëra to shkrina. Kurse dy nunat që pra ainul kelime edhe lamul kelime nuk mundu mi shkri. Pse? Se parimi thot e para do të me kanë me sukun e dyta mutaharrik. E këto është e kundërta. Pra e para është mutaharrik, kurse e dyta është me sukun. Prandaj nuk e shkrina ainul kelime në lamul kelime. Mirë po e shkrina lamul kelime në damir. Se këto zbatohet parimi, këto është i zbatueshëm parimi. Nga se e para është me sakin, kurse e dyta është mutaharrik. Edhe këtë mirë pra, masi ti shkrina, që kena thonë për me evidentu ose për me të regu që aty ka ndodhur një shkrirje, na ja dhojnë aty një shedde. Ja dhojnë një shedde. Edhe bëhet pra prej sanenna bëhet sanenna. Sanenna. Pra ajo që shkrihet është lamul kelime në damir. Nuni i lamul kelime në nunin e damir. Jo nuni ainul kelime në nunin e lamul kelime. Për arsye se aty nuk zbatohet parimi. Parimi është vetëm kur e para është sakin e dyta është mutaharrik. Ndërsa nëse është e kundërta, e para është mutaharrik e dyta sakin, ato nuk shkrihen. Kemi thënë që edhe me dash me lexu këto ndryshe si kishë mujt me lexu. Senen nas kishë mujt ndryshe me lexu. Pra edhe në lexim bëhet me shadda. Senenna. Do të thotë çfarë për lexuar? Po. A edhe në shkrim shkrihet. Mirë, tash njëjtë sikur me senenna është edhe fetenna. Fetenna. Edhe pse kjo nuk është në këtij kapitulli. Mirë, po njëjtë me to është, në lexim është fjala. To po marrëm për shkak që e marr në shembull pi Kuranit. Fatanna. Fatana, ju ka shtu kjo, u bë fatanna. Ju ka shtu damiri, u bë fatanna. Që thot Allah në Kur'an, wa laqad fatanna alladhina min qablikum, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kjo është në surën Rum. A është Tanzil, a? Tanzil, po. Tanzil, surja 29. Bismillah. Në vërtet ka kanë surën Ankebut, një surë përpara. Ankebut, ajeti 3. Ankebut, po. Walaqad fatanna. Fatanna. Kush na përkthan ajetën? Fatanna bi fitness. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Vërtet i kemi sprovu. Po. Ata para tyre. Ata që ishin para tyre. Po. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Që është Allah që ti di ata që janë, do të thonë që kanë thonë vërtetën, do të di ata që kanë thonë
që janë ranca. Ranca. Po, që gënjejnë. Fele a'lamanna që kjo nuni thot tregon taukid ose ta'kid, gjithçysh. Konfirmim. Gjithsesi Allah do t'i di, pra do t'i dalloj. Fele a'lamanna do t'i di. Allah i din edhe më herët, mirë po, do të thonë kjo është për me tregu, do të thonë argument kundër njerit. A është që bën sabër ajo? فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Atëherë Allah gjithsesi do t'i di ata që kanë thënë vërtetën, edhe do t'i di ata që janë rëndë. Për ata disa vëna që është thonë shqipe kanë përkthyer do t'i dalloj. Po më mirë është një përmbajt tamam që është në Kur'an. Allah do t'i di, kuptohet Allah e ka ditë edhe më herët, mirë po do në farë mënyrë është argument kundër njerit që s'ka mujt me bë sabër në sprovë. Pra, për kësaj beshohem që kjo është një parim i përgjithshëm. Pra nuk është vetëm këtë kapitullin që po foluna, po edhe nëse janë kapitull tjetër, për shembull fetana, po i bashkangjitet damir mutaharrik, prap shkrihet. E para në dytën, edhe bëhet fetanna. Po, shumë kadhibin. Po. Është rancat, apo? Po. Mukadhibin apo? Mukadhibin është Mukadhibin, po ajo është që llogarit tjetrin rand ose që rand për gënjeshtrus. Tekdhib për shembull është. Mukadhib është tjetrit më thonë një rand, me llogarit tjetrin rand. Kadhib është vetëm rreth. Këto kena mësuar inshallah. Pse ka bëu zotë çdo Fa'il, kadhib. Katib, për shembull, shkruas, kataba. Kadhaba, ka rrejt. Kadhib, rand. Fa'il është fa'il është. Emri foljo. Emri vepruesi po. Ismul fa'il. Nuk ka folje. Jo, nuk është folje. Rancat. Sot ku është folje? Kjo është fa'il. Po në këtë rast është maf'ul bihi, wala ya'lamanna al-kadhibin, por ata ardh kadhibin, kurse në marfu në emronën është kadhibun. Shaq është muslimun, mu'minun, këto janë emrona. A kur janë maf'ul bihi, po në kallëzorën, ata bëhen me ja, kadhibin. Të nahu ko. Nahu. Pra, të tjerat, që është thamë, senentu, nuk e ndojna. Senenti, senentuma, senentum, senentunne, këto i ndojnë, nuk e shkrim. Edhe këto nuk e ndojnë. Kurse të fa'ila e shkrina. Senenne. Të fa'ila e shkrina. Senenne. Kurse tham të sabba, sabbat, sabba, sabbata dhe sabbu e shkrina. Nga selamul kinema nuk është hershur por mutaharrik, që rreth sharon të tash. Mirë, të këto për shfujna që mas e kena me shpjegu të i shka rrëth këtyne sabba pak nahu sabba sabbat
sabba bismillah sabbata edhe sabbu. Damirin çto folja nga njerë është damiri fshehun. Ku kemi thonë çto folja ku është damiri i fshehun? Po, te sebbe dhe sebbet është i fshehur, se nuk vrehet. Po, ai përcaktohet ajo ose ajo, huwa ose hiya. E nga njerë është i heshtur me sukun, sakin. Kur është i heshtur? Po, te krejt të tjerat. Sebba është sukun, sebbeta gjithashtu. Ku është damiri te sebba? Është elifi. Damiri failit, taul failu, se damir që kallzon failin është sebba. Pra është i heshtur damirin. Edhe sebbeta gjithashtu ishte. Edhe te sebbu, vavi, që është damir, është sakin, është i heshtur. Po që është ta maharet te sebbeta, taja, ta u tanis, nuk llogaritet që është damir. Po nuk bën me habit ta u tanis sakine, te sebbeta, me llogarit se damir. Kjo nuk është damir. Kjo është veç ta u tanis, që e kallzon ta u tanis sakine, që e kallzon femrorën. Mirë po, këtë rast pse nuk është sakine? Për arsye se që kemi thonë fetha e jepet për një përshtat e lifit. Për ndryshe ajo është sakin. Sikur te sebbet, ma herët që është këtu, kjo është sakin. E njëjta të është, sikur te sebbet, si te sebbeta. Mirë po, te sebbeta e ka marrë fethan për shkak që një përshtat e lifit. Se ndryshe nuk është mujt më lexon. Dy e lifa zvon, kështu që ja kanë qenë në fetha, edhe u bë sebbeta. A është e njëjta, është te një sakin. Mirë. Te sebbu, bëja e cila ka dame është lamul kelime. Bëja e cila ka dame është lamul kelime. Sebbu. Bëja e cila ka dame është lamul kelime. Kurse bëja e cila është me sukun është ainul kelime. Sebbu. Qysh shpjegojmë dita. Tash e morëm një shembull pi Kuranit. Ku përmendet një folje që e kemi mësuar, edhe është e ngjashme me këtu. Në surja 14 po, surja Ibrahim ajeti 9 ajeti 9 ka jetë pak i gjatë jo, so gale me këshirë. Me vjetë dhja në bënë. Në një përkrej ma mirë, në dobë në disë. O, më hja ka jo tash. Sve e nërë që të dhështë. Mirë. Ku është folja? ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا وفوليا është kapitullin tonë është raddu. Kjo feja nuk është për foljes. Alam ya'tikum. Çfarë do thon alam ya'tikum? Ya'tikum. Juve. Kum. Ya'ti. A nuk ju ka ardhur juve naba'ul ladhina. Naba çfarë është? Lajmi. Lajmi atyre që ishin min qablikum para juaj. Qaumi Nuhin, popullit Nuhit, pra lajmi popullit Nuhit, Adit edhe Thamudit. Walladhina min ba'dihim,
edhe të atyre Para. pas tyre. Pas. Do pas Nuhit, Adit edhe Semudit, që kanë ardhur pas tyre. La ya'lamuhum illa Allah, të cilët nuk i din askush përveç Allahut. Pra lajme që Allah kur kush i din lajmet e tyre përveç Allahut. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Po, të dërguarit e tyre me argumente sqaruese. Bayyinat, qarta. Faraddu, dhe ata i kthyen. Raddu, kemi thonë i kthyen. Raddu aydiyahum fi afwahihim. I kthyen duart e tyre në gojën e tyre. Afwa, do ne kanë qit në mënyrë nënçmuese për pejgambert, kur i kanë thirr, i kanë qit dorën në gojë. Do ne kanë kthyr dorët e tyre në gojën e tyre. Do ne kanë përçesh pejgambert. Këtë mënyrë. Pra çfarë në çmimi ja kanë bë? Ja kanë bë pejgamberëve të Allahut. Me tallje i kanë qit dorën kështu, sikur kur të kesh me dikon. Që tallësh me to. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi. Dhe than, po, kemi mohuar, po, e kemi mohuar atë me cilin i dërgu, po. Wa inna lafi shakkin, dhe ne jemi në dyshim. Mimma tad'una ilayna murib. Po. Murib dyshim njëjtë është. Murib është dyshim, ose të dyshim t'jemi. Mirë. Për shembull kemi edhe këto tabbat yada abi lahabin wa tabba. Në surja nisë në mëjtë. Kjo është folje që është me neve. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dy herë. Në herë u ardh femërore. Tjetrën u ardh mashkullore. Pse? Femërore pse dora është gjymtyr. Po. Asif në Me dy. Qift. Po. Mirë. Këtu kemë shumë sana që i përvitohen në gramatik. U ardh qift, këtu ka ardh yada, dy durt e Ebu Lehebit. U shkatrofshin dy durt e Lehebit, wa tabba dhe u shkatroft ai, është fjala. Po, nëse janë dy dur këto yada, se një dorë është yadun, dy dorë është yadani. Pse u ardh këtu tabbat? Pse nuk ardh tabbata? Dysi edhe folje. To kena mësuar. Si sa e femërore. Ja, kjo është rregull. se është, më thonë, urdhnore, ha? Ja, nuk ka urdhnore. Nuk është në... Jo, kjo është kaluar në madhi. Thush që është madhe, ja? Ti po do më thonë është lutje kundër tij. Thafshin apo E po duaja në arabisht bëhet me të kaluar. A ka për qëllim tarmën. Rahimahullah. Allahu na e thonë e mëshiroft. A me përkthyer bukfalisht Allah e ka mëshiruar i. Po kur duaja në arabisht bëhet me të kaluar gjithmonë. Rahime. Jo, kjo është një rregull që kur vjen folja para failit, ajo gjithmonë vjen njëjës. Pavarësisht është faili dysi apo shës. Folja para fail. Po, kur vjen folja para failit, gjithmonë. Këto faili është yada, folja është përpara, tabbet. A nëse folja vjen pas failit, atëherë e pason failin. Qysh është faili, është edhe. Mirë. Tjetra është se dysia është yadani, pse këtu ardh yada? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dysia është yadani. Këtu u hek nuni. Nga së është mudaf ilej. Kur dysia bëhet mudaf ilej, heket nuni. Tabbat yada abi lahabin. Po që ata edhe do thonë kunja është ebu. Mirë po për shkak se është mudaf ilej, bëhet me jë, bëhet ebi. Se mudaf ilej e merr kasrë. Mirë, këto ishte vish pak si përsëritje. Që thoj që kemi mësuar marrët.
Pastaj tjetër është që na intereson këto është që folja tebbe nuk është me kapitullin ton. Nuk është me kapitullin ton. Ta nuk është nuk është mutaaddin. Na për shembull këtu që nuk po kalon veprimi i saj kurkon, po jetë e Abu Lehebi. Po është e kapitullit 3 apo 2. Jo, vërtet është kapitulli 2. Kjo është tebbe Lazim, a? lazim, po. Qështë e ka këto mudarin jet bibu, nuk e ka jet bubu, po ka jet bibu. Jef'ilu, pra është jef'ilu, po edhe këto kina me mësu isha. Pra na thjesht veç e mërëm sa për shembull, po nuk është kapitullin që me liga, veç si shembull. Jet bibu, pra është te bebe, për shembull, jet bibu, që është këna me mësu. Mësimi i radhës është që po menu që kena me kry këto të kalumen, kapitullin e parë, po, zgjedhimi i sebbe në mudari. Të një kena dhe lazim edhe kryt, ha? Shumë. Po. O test të një kena? Jo, ne kena me kry, tani janë edhe kapitull tjerë. Po. E që ata marrin më pak, se kjo, marrin më pak. Kore të loj krej kena? Jo, kapitulli 2 dhe i 3. Na kemë të parë feale jef'ulu. Kena me marë feale jef'ilu, feale jef'alu. Pra zgjedhimi sebbe në mudari, e këto inshallah se e zani gati. Unë mi shkru, po ja, i shkruajnë inshallah në dersën e arshëm. Milon Hazër, thash, po jës na marko. Pra zgjedhimi sebbe në mudari, qëllimi është kur folja është mudaf mutaaddin. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.